Zonja dhe zotërinj, ju në gjatë jeta uroj t'jeni mirë. Mirë se vini dhe sot nuk jemi këtu për të folur për politikën që shihni në titujt e gazetave. Jemi këtu sot për të folur për atë që është duke ndodhur nën titujt e gazetave dhe nën titujt e çdo edicioni lajmesh në të gjitha mediat e botës. Jemi sot për të marrë me një temë të cilën shumë prej njerëzve e kanë të paqartë në kokën e tyre. Jemi këtu për dekonstruktuar përplasjen më të madhe të kohës tonë. Jo midis partive, por midis një burri që beson se zotëron të ardhmen dhe një institucioni që kontrollon të shkuarën. Është përplasja më e madhe e planetit e cila ndodh në prapasken, por që pjesa më e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë dot. E gjithë bota, edhe ju këtu në Shqipëri, duhet keni dëgjuar pak për vizitën e mbretit Charles të Britanisë së Madhe në Washington një ditë më parë. Kemi parë buzëqeshjet diplomatike, kemi parë shtrëngimet e duarve dhe kemi parë darkat luksoze dhe pritjet e jashtëzakonshme protokollare. Ishte kthimi i një vizite të cilën Trump e kishte bërë përpara pak kohëve edhe ai në Londër, atje ku qëndron mbreti i Anglisë. Ai ka pyetur dikush nga ju veten se çfarë ndodhi vërtet në atë dhomë ku dritat u shuan dhe kamerat u fikën dhe gazetarët nuk kanë qenë aty të pranishëm? Për ta kuptuar këtë, duhet i bëni vetes këto 5 pyetje të rëndësishme madhore dhe nëse nuk dini të përgjigjeni, qëndroni me mua deri në fund në këtë minutar sepse do t'ju tregoj diçka që nuk e kuptoni dot thjesht. Përse vrasësi, në thonjza i establishmentit Donald Trump u shndërrua pa pritur në një nxënës shkolle përpara mbretit të Britanisë. A ka bërë njëri këtë pyetje? Cili ishte mesazhi i fshehtë që dërgoi mbreti Charles duke i dhuruar Trumpit një zile nga një nëndetëse dhe pse kjo konsiderohet në këtë moment fyerja më e madhe diplomatike e shekullit? Disa e kanë quajtur edhe poshtrim. Përse Deep State-i për të cilin ju flasin dhe ju mashtrojnë natë për natë dhe ditë për ditë, duke ju bërë interpretime shpesh idioteske, përse shteti i thellë, Deep State-i i vërtet, nuk e ka selin atje ku mendon pjesa më e madhe e njerëzve. Një pjesë e madhe e njerëzve i është krijuar përshtypja se Deep State-i është në Pentagon apo në CIA. Por e vërteta qëndron me të gjithë ndarjet e reja dhe çarjet e mëdha që kanë nisur dhe unë ju kam treguar kohë më parë, e vërteta është se selia qendrore e shtetit të thellë, për të gjithë ata që nuk e din, është në Buckingham Palace. Apo Pallati Buckingham, atje në Angli. Si a doli kurora britanike të neutralizonte populizmin amerikan duke përdorur vetëm një gotë verë dhe një thënie të vetme historike. Dhe në fund, një pyetje tjetër e rëndësishme që duhet ta bëjmë është: a jemi ne dëshmitar të rënies përfundimtare të Pax Americana apo të Pax Britannica përpara rikthimit të Pax Britannica, e cila e humbi Pax Britannicën, e humbi vetveten në fund të luftës dytë botërore në 1945. Në 20-25 minutat në vijim, ose edhe më pak, nuk do të shihni një kronik lajmesh sigurisht. Mbani shënim, sepse nuk do t'ju ja shpjegoj kërkush në këtë formë, në këtë qartësi dhe në këtë mënyrë. Do të shihni një autopsi të pushtetit, do të zbuloni lidhjet e padukshme, think tanket që qeverisin botën dhe arsyen pse pavarësisht para apo pavarësisht sa para apo sa vota ke, ka disa fije
që ti nuk i ke fuqi të këpusësh kurrë. Dhe kush merret me politik duhet të lundroj me kujdes brenda këtij rrjeti të frikshëm fijesh, i cili kontrollohet nga kupola e botës. Nuk do ju flas për konspiracion, as për teza idiotësh, të cilët ju i dëgjoni vazhdimisht dhe bombardoheni me 1.000 rena dhe me gjysmë të vërteta në mënyrë që të mbaheni në kontroll prej njerëzve të sistemit. Përgatituni sepse pas kësaj që do ju shpjegoj, pas këtyre pak minutave, do ta shihni mënyra se si do ta shihni botën nuk do të jetë më absolutisht e njëjtë me atë që e keni parë botën deri më sot. Të shkojmë pak tek operacioni Kujtesa e Mbretit. Përse Trump u gjunjëzua përpara Windsorëve të Londrës. Dhe këtu bëjmë një qasje, sjellim një qasje kur vetë besimi i një personazhi sa do i fuqishëm të jetë ndeshet me peshën e shekujve, çfarë ndodh. Ajo që ndodhi në Washington ishte përplasje brutale, e fortë, e vetëbesimit të madh të Donald Trumpit në përplasjen dhe projekcionin për të përplasur me peshën e shekujve të kurorës mbretërore. Donald Trump është rritur me filozofin e gradacelave të New Yorkut. Biznesmen, emigrant, ndryshe nga ata që i ka ai bezdi, nëna e tij ka qenë emigrant, që ka ardhur nga Europa në Amerikë. Është rrit me mendësinë e gradacelave të New Yorkut. Kush e ka gradacelën më të lartë mendon Trumpi, kush ka më shumë dollar jeshil në kutinë e tij, ka edhe pushtetin e Amerikës, dhe kush kontrollon pushtetin e Amerikës, ka pushtetin e botës. Kjo është mendësia me të cilën Trump është rritur si një biznesmen fëmijë emigrantësh në Amerikë. Por, kur mbreti Charles III hyri në shtëpinë e bardhë, presidenti Donald Trump u përball me një lloj tjetër lartësie e cila u duk befasisht sikur e la të shtangur bjondin e shtëpisë bardhë. Një lartësi tjetër me të cilën u përball Trump dhe një lartësi e cila projektoi një vertikale të re të historisë. Nuk ishte thjesht një vizitë. Nuk ishte vizitë shtetërore. Ishte qartësisht një inspektim i ish kolonisë atje në Washington. Çfarë po ndodh në kulisat e fshehta të Washingtonit në takimin më të rëndësishëm të botës, ku gatuhet fati i Pax Britannica, Pax Americana, fati i Ukrainës, i Zelenskit, i Putinit, fati i ajetollahëve në Iran, fati i Gjirit Persik, i lindjes mesme dhe i hartës së re që po griset atje pas përfundimit të luftës ftohtë, të rendit vjetër botëror dhe të Sykes-Picotit, Sykes dhe Picoti, dy personazhet të cilët shkruajtën dhe pikturuan hartat e lindjes së mesme, burimit më të madh të energjisë së botës, menjëherë pas rënies perandorisë osmane. Takimi i mbretit Charles III në Washington me Donald Trumpin në këtë moment dhe me një supermatësi të cilën Londra kishte projektuar me kast ta përcillte, është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm i cili duhet kuptuar me shumë kujdes dhe me shumë qetësi, në mënyrë që ju të kuptoni pastaj prapaskenat e tjera të makrolojës së madhe. Ju e përmendët referencën e vitit 1814. Është përmendur fort. Ky vit, ky numër 1814 në shtëpinë e bardhë,
Në fakt, nuk është thjesht një fakt historik. Ky vit është një akt historik i pluhurosur. Është i vetmi moment në histori kur kryeqyteti amerikan u pushtua dhe u dogj nga një fuqi e huaj. Si Amerika e Madhe u pushtua dhe u dogj? Po. I vetmi moment historik ku Amerika e Madhe u pushtua dhe u dogj nga një fuqi e huaj. Kur mbreti Charles thot me atë nënqeshjen e tij tipike britanike, ju e dini çfarë humori të hidhur kanë britanikët. Me atë nënqeshjen e tij të hidhur britanike, vuri re se nuk i kishte vënë re rinovimet e shtëpisë bardh. As rinovimet e Trumpit, sepse britanikët bën një përpjekje zhvillimi, apo siç i thon anglisht development effort, apo development effort. Atëherë, ai po bënte diçka brutale. Po i kujtonte Amerikës se sovrani është diku tjetër dhe se sovraniteti i Amerikës vazhdon të jetë i prisht. Kur mbreti i Anglisë, që dogjën shtëpinë e bardhë dhe Washingtonin 1814, i thot presidentit të botës Donald Trump, shefit të shtëpisë bardhë brenda shtëpisë tij, që ai nuk i ka vënë re restaurimet ke shtëpia e bardhë, është mesazh i koduar nga Londra dhe nga kurora e mbretit se sovraniteti i Amerikës vazhdon të mbetet i prisht. Pyetja që bëjmë këtu është: presidenti Trump, njeriu që kërcënon gjithë botën, njeriu që i thot Iranit do të kthej në kohën e gurit, njeriu që i thot ajetullahve i zhdukëm të gjithë, njeriu që shkon merr Chavezin e merr me helikopter dhe nxjerr e bën viral në të gjitha mediat dhe TikToket dhe Facebooket dhe YouTubet e botës, duke shoqëruar arrestimin dhe kapjen e tij peng, pra të Maduros në Venezuela, me tinguit agresiv të metalit të AC/DC's Thunderstruck. Trumpi që kërcënon NATO-n dhe Europën, Trumpi që kërcënon Kinën dhe Putinin, Arabët dhe Iranianët, Afrikanët dhe Aziatikët dhe shpallet mbreti i botës, si ka mundësi që bjondi i shtëpisë bardhë nuk pati mundësi të kundër përgjigje ndaj Charlesit të tretë, mbretit kurorës britanik. Kjo ndodh për një arsye të thjeshtë, sepse Trumpi përballë kurorës psoi dashje pa dashje një regresion psikologjik. Referenca e tij për nënën që admironte Charlesin ishte akti i dorëzimit total të Donald Trumpit. Ai, pasi u përball me ironinë therse të mbretit britanik Charlesi III, në vend që të kundërpërgjigjej dhe të shpallte fuqinë e tij të madhe, konservatori që do të luftoj elitat globaliste, ra dhe i ktheu përgjigje të fortë duke i thënë: nëna ime admironte mbretin. Dorëzim total. Trump, që ju shit botës si vrassi apo ekzekutori i elitave të vjetra dhe që priti tek bordi i paqes Edi Ramën, mikun e ngushtë të George Sorosit, për nevojat e tij, sepse ashtu është një muhabet, u gjunjëzua përballë establishmentit dhe u kthye në një djalosh që kërkon miratimin e aristokracisë për të vijuar pushtetin dhe për ta transmetuar atë tek trashëgimtarët dhe pasardhësit e tij. Donald Trump i premtoi botës, i premtoi amerikanëve, i premtoi konservatorëve të botës, njerëzve të lirë,
i premtoi popujve të revoltuar sa ai do ta thante kënetën e establishmentit, he will drain the swamp. He will drain the swamp. Ai do ta thante kënetën. I tha botës se do ta thante kënetën e deep state-it, të liberalëve të majt, por befasisht u ndje i pafrym përballë protokollit të frikshëm mbretëror. Trump e kuptoi se mund të blesh hotel me emrin tënd, e kuptoi se mund të kesh gradacela të mëdha në New York, por nuk mundet ta blesh legitimitetin që vjen nga 40 breza mbretërish. Dikush prej jush që ose s'kupton, ose nuk do të kuptoj, sepse është tinzar në formën e vet, dhe që gjen justifikime për Trumpin, sepse ashtu i shkon për shtat. Se Trumpi ka fol me UFO-t dhe ka një plan tjetër që t'ia fusi këtyre, është i detyruar të bashkëpunoj me këta që të bëjnë ca lek se na duhen ca lek. Më vjen keq që do të zhgënjehen dhe më vjen keq që loja është tashmë e qartë. Nuk mbetet gjë në këtë botë pa u marrë vesh. Shkojmë pak tek ai që ju keni dëgjuar vazhdimisht, tek fjala më e madhe që dëgjoni vazhdimisht. Deep State, i shteti i thellë. Kam parë edhe plakat e lagjes time, nonat e vjetra kanë filluar me fol për Deep State-in, sepse u flasin lloj-lloj psikopatësh nëpër televizion për t'i hutu. Konservator dhe Deep State, kuptoni? Lojë e madhe, edhe nonat e lagjes të lezetshme kanë filluar me fol për Deep State-in. Ta kuptojmë pak çfarë është Deep State-i, loja dhe fijet e thella të Deep State-it, fijet e padukshme të Londrës, të Washingtonit dhe të gjithë botës. Ekziston një mit i madh, miq të dashur, se qendra e botës është Washingtoni. Kështu beson e gjithë bota. Por hajde të shkojmë të shohim pak jo analizën e Krishnik Osmanit, por analizat e think tankeve më të fuqishëm të planetit. Chatham House, Royal Institute of International Affairs. Dhe funksionimi, mënyra si funksionon aleanca Five Eyes, 5 syt. Ata që duan të kuptojnë dhe që flasin për këtë aleancë Five Eyes, 5 syt, sugjerojnë dhe i tregojnë planetit dhe banorëve të botës se skeleti i arkitekturës globale mbetet Londra. Shërbimet sekrete britanike, MI6, kanë një përvojë shekullore në infiltrime dhe manipulime diplomatike, të cilat sipas tyre e bëjnë CIA-n të duket si një fëmijë i pas luftës që po përpiqet të mësojë ende rregullat e lojës. Po pse është duke ndodhur kjo përplasje pikërisht tani? Trumpi po tenton të përfaqësojë izolimin, po bën luftë kundër establishmentit dhe zbaton me përpikmëri milimetrike planet e Benjamin Netanyahu's. Përfaqësuesit e lojës Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri dhe njerëzit më të fortë të Izraelit në Washington, që kontrollojnë politikën e jashtme dhe që po bëjnë dhe ndërmjetësimet në Pakistan për Iranin. Donald Trump erdhi me sloganin e madh America First, një koncept i cili në thelb kishte në synim të kërcënonte drejt për së drejti ekzistencën e asaj që quhet Global Britain. Britania globale. Kur mbreti Charles i Britanisë
flet në Washington për Ukrainën dhe për NATO-n, ai thjesht nuk po mbron kufijtë e Europës. Çfarë po mbron Kreshnik? Jo t'rregoj tani. Kur mbreti përmend Ukrainën dhe NATO-n, ai po mbron City of London dhe rrjetin financiar që kontrollon të gjitha tregjet botërore. Dhe teoria e deep state-it të ndarë ka qarkulluar shumë dhe unë ju kam folur për të. Ju kam folur vazhdimisht se deep state-i sot është i ndarë në dy grupacione që përplasen me njëri tjetër. Në këtë lojë kemi dy krah që po përplasen që ta keni të qartë. Krahu i Amerikës është muskuli, Pentagoni dhe CIA. Ata duan forcë brutale, sanksione dhe kontroll përmes teknologjisë. Ky është plani i krahut numër 1 të deep state-it. Është krahu britanik, kurora dhe MI6-i, të cilët duan kontroll përmes institucioneve, ligjit ndërkombëtar dhe asaj që quhet soft power, forca e butë. Këto janë dy shpatullat e të njëjtit deep state që sot po konfrontohen me njëri tjetër. Donald Trump u përpoq të godiste deep state-in e Washingtonit, por harroi se deep state-i i Washingtonit i ka rrënjët e thella dhe deep state-i i Washingtonit nuk i ka rrënjët në Virginia. Deep state-i i Washingtonit i ka rrënjët në Londër. Kurora nuk ka nevojë për vota, Mr. President. Ajo ka nevojë për vazhdimsi. Ndërsa Trump është një shkëndi 4 vjeçare në lëmin e madh të politikës spektakolare hollywoodiane amerikane, apo në spektaklin e madh të politikës botërore, kurora britanike është një institucion që mat kohën e saj me shekujt e hershëm të historisë. Trump deshte të çlironte botën nga deep state-i i vjetër apo çfarë synonte. Qartësisht, ajo që bëri në këto 4 vite është se Trump deshi të ishte një car i ri, një mbret i ri i botës. Por kurora britanike i kujtoi presidentit Trump me mënyrën se si u soll mbreti në Washington, se ai është vetëm një administrator i përkohshëm i një ish kolonie britanike. Dhe ky është mesazh bomb shumë i madh. Të merremi pak me ironinë e hollë britanike dhe me brutalitetin amerikan, mbreti Charles përdori atë që quhet the British slighting. The British slighting është ai që quhet arti i ofendimit apo arti i talljes nëpërmjet mirësjelljes absolute. Kur ai përmendi se George III nuk erdhi kurrë në Amerikë dhe se ai vet nuk po merrte tokën mbrapsh, ai po i lëshonte Amerikës një thyerje ekzistenciale. Pra, ju jeni një eksperiment i ri, një projekt i papërfunduar që ne po e vëzhgojmë me shumë kurreshtje prindërore atje në Londër. Ky ishte mesazhi. Përgjigja ndaj deklaratës së Trumpit për gjermanishten ishte një masterclass geopolitik spektakolar, ku Donald Trump me stilin e tij prej bullisti tha pa ne Europa do të fliste gjermanisht. Pa ne Europa do të fliste gjermanisht, pra do të pushtoheshet nga Hitleri. Mbreti Charles ju përgjigj me njëherë me një ton të mprehtë dhe i tha, pa ne ju në Amerikë do të flisnit frëngjisht. Cherchez la fond. Je t'aime esdellement. Du coup, je coupe le moine naturel. France. Kjo është shaka gjuhësore?
është një referencë ndaj luftës 7 vjeçare dhe faktit që pa mbrojtjen e flotës britanike në shekullin e 18, Amerika Veriore do të ishte sot një provincë e Parisit. Ky ishte mesazhi britanik për Washingtonin. Ku dështoi Donald Trump si konservator? Trumpi dështoi të përfaqësonte linjën konservatore anti-deep state, sepse konservatorizmi i vërtet, ai i ideuar nga Edmund Burke, bazohet tek tradita, tek institucionet dhe tek hierarkia. Trump është një disruptor, një forcë kaotike. Dhe forca kaotike nuk është konservatorizëm. Ai nuk mund të pretendojë moralin e një aksioni kundër establishmentit dhe deep state-it të vjetër, kur establishmenti më i vjetër dhe më i sofistikuar i botës e fton në darkë dhe e bën të ndihet si një i pasur i ri që nuk di as si ta përtor lugën e supës në sallat e mëdha të aristokracisë botërore. Kështu ta bëjnë dhe po vendosen të ta bëjnë bukur. Trump e humbi një pjesë të madhe të moralit, sepse u tregua i magjepsur pas shkëlqimit të mbretit, që supozohet se duhet ta sfidonte. Të sfidosh mbretin, duhet t'jesh i vërtet dhe duhet t'jesh me një armë të vërtet e cila nuk dështon përballë historisë dhe forcës së shekujve. Dhe këtu kuptojnë pak Pax Amerikanën dhe Pax Britanikën, që nga viti 1945 bota jeton në epokën Pax Amerikanë. Por a ka vdekur vërtet influenca britanike? Kjo është pyetja më e madhe. Çfarë thot Council of Foreign Affairs? Shpesh e përshkruajnë Britanin si Greqinë e Romës. Pra Britania përshkruhet si Greqia e Romës. Që do të thotë? Britanikët japin inteligjencën, kulturën dhe strategjinë, ndërsa amerikanët japin muskujt, parat, zhurmën dhe Hollywoodin. Kjo është mënyra se si e sheh Council of Foreign Affairs, Këshilli për Marrëdhëniet Jashtme. Zilja e nëndetëse së vitit 1944, të cilën mbreti Charles i adhuroi Donald Trumpit, është ndoshta dhurata më sarkastike në historinë e diplomacisë moderne. Një zile nëndetëseje përdoret për alarm. Mesazhi i nënkuptuar është: Mr. President Donald Trump, ti je vetëm roja i natës në një anije të cilën e kemi projektuar ne. Nëse mbytesh, ne do të vim të të shpëtojmë, siç kemi bërë gjithmonë. Por kujdes, jemi ne ata që fundosim dhe ne ata që shpëtojmë. Trump erdhi me fuqi të madhe dhe e kishte bërë planin gati për ta kputur këtë lidhje kërthize të Washingtonit me Londrën. Ai synoi të ndërtonte një Amerikë që nuk pyet askënd, një Pax Americana të pastër, të re. Por vizita e mbretit në Washington një ditë më parë tregoi se deep state i transatlantic është një rrjet me rimange ku Trump është vetëm një mizë e madhe dhe e zhurmshme, e pa kontrolluar nga vetvetja. Përpjekja e tij për të çliruar nga ky establishment dështoi, sepse ai nuk e kuptoi që kundërshtari i tij nuk ishte Joe Biden, por një kod gjenetik historik pushteti që kalon
nga Londra në Washington përmes kanaleve që nuk shfaqen kur as në televizion, as në libra, as në klasa shkollash e universitetesh. Dhe këtu shkojmë t'i japim konkluzion fundit të miteve. Trump e humbi garën e moralit, siç e humbën shumë nga ata që hiqen si patriote konservator këtu në Tiranë. Kam disa eksperienca me disa patriote konservator, të cilët bëjnë sikur janë të djathtë, janë moralist, janë konservator, janë në luftë me establishmentin, por vetëm pasi ti kenë mbushur thasët e tyre me dollar, pasi përfundojnë qefet dhe kënaqësitë e tyre, po mbeti pa kohë dhe po mbeti në i cent për konservatorizmin, e japin, po s'mbeti shkoft në të sëmës konservatorizmi me gjithë patriotizmin, sepse unë kam hallet e mia, kam qefin tim, kam pallën time, kam biznesin e familjes time, kam trashëgimtarët e mi, do bëj ca lek, do bëj ca qef, do bëj ca pushime, do bëj ca kënaqësira, po doli në i kohë për konservatorizmin e anusit, vi dhe investohem. Po e pash që jo, kom të shpejta faqa e bardhë, shkoft në të sëmës konservatorizmi, me gjithë patriotizmin, me gjithë djathtizëm, dhe Trump atje të gjithë biznesin me dhëndrin, me vajzat, me dhëndurët, me ish nuset e djemve, njërën e ka ambasadore në Athinë, për ata që kanë tru e humbi betejën e moralit paktën. Je biznesmen, je shefi i botës, dakord, po mos më thuaj që je konservator dhe do me luftu deep state-in. Kjo është rrejnë e madhe. Ishte një kaos që lindi me moral, por që vdiq në mënyrë spektakolare rrugës, u të rëndit rrugës, dhe për ne shqiptarët nga këndvështrimi ynë, arkivoli i asaj kauze moraliste lindi pikrisht ditën kur Donald Trump u tregua aq pragmatist, sa që u detyrua të thot Edi Ramës që ka quajtur turpi i qytetërimit njerëzor, katastrofa e qytetërimit njerëzor, i tha e Rama Donald Trumpit. Dhe ai u detyrua ta pres atë dhe ta pres për nevojat e tij për bordin e paqes, mikun më të ngushtë të deep state-it, të Sorosit, dhe njeriu i cili po kalbet nga brenda sepse sistemi do ta hedhë në burg. Dhe Trump u detyrua të kapërdi poshtrimin më të madh që i ka bërë Edi Rama në CNN, vetëm e vetëm sepse kështu i kishte ardhur direktiva nga Benjamin Netanyahu dhe nga Abu Dhabi, nga Mohammed bin Zayedi, i cili kishte koordinuar me izraelitët shpëtimin e Edi Ramës në Washington, qoftë dhe përkohësisht. Morali ra. Donald Trump sulmon gjykatësit amerikanë si të korruptuar, sulmon CIA-n, si deep state-i që don ta shkatërrojë atë, sulmon Pentagonin, por mbetet i paralizuar para një njeriu që thjesht është mbret sipas Londrës dhe që përfaqëson vullnetin e Zotit. Kjo tregon se lëvizja MAGA dhe çarja e saj nuk është aksidentale sot, dhe largimi nga MAGA i një tufe të madhe ideologësh të saj. Nuk kishte një alternativë institucionale të MAGës dhe të qasjes së Donald Trumpit. Kishte vetëm një alternativë për të bërë biznes, ai dhe rrethet e tij të ngushta familjare të lidhura me industrinë e naftës dhe me industrinë e armëve, të cilët u bën miliarder për 50 ditë luftë me Iranin, vetëm nga luhatja e bursave. Ishte një revolt egoiste e Donald Trumpit që fatkeqësisht dështoi. Të paktën me këtë që pam deri sot. Mbreti Charles nuk shkoi në Washington si një mik i dobët i Europës. Ai shkoi atje si një landlord, si një pronar i tokës dhe që po kontrollonte pasurinë e tij pas një stuhie populiste. Ai tregoi se karizma e heshtur dhe historia peshojnë më shumë se 100 milion ndjekës në rrjetet sociale, të cilët teknologjia ti zhduk me një të rënd të lapsit brenda sekondës. Dhe pyetja e madhe është,
A do të mundet Donald Trump të realizojë ndonjëherë pavarësinë e vërtet amerikane nga influenca britanike? Kam dëshirë të dëgjoj mendimet tuaja nëse keni. Pas kësaj vizite skena duket e qartë. Amerika vërtet ka teknologjinë dhe armët, por Londra ka kodin e burimit. Për sa kohë që liderët amerikanë qëndrojnë me kujdes para një buzëqeshje mbretërore që vjen nga Londra, Deep State i vjetër vazhdon të qeverisë edhe alternativat e reja nga prapaskena, duke i kujtuar botës se perandorit mund të ndryshojnë flamujt, por pronarët mbeten të njëjtët. Trump, presidenti të cilin e mbështeti e gjithë bota dhe e gjithë Amerika dhe ne këtu në Shqipëri e mbështetëm, deshi të bënte histori. Erdhi mbreti Charles për t'i treguar se ai është pronë e historisë që kontrollon vetëm mbreti i Anglisë. Dhe loja vijon dhe betejë e njerëzimit për deep state të ri dhe të vjetër do të vazhdojë deri në fund. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar, shpresoj të keni përfituar sadopak nga kjo bisedë, të cilën nuk ju a bën me këtë imtësi asnjë kanal shqip folës nga ata që ju mashtrojnë nga mëngjesi deri në darkë. E falenderoj shumë kohën tuaj të çmuar, nëse shikoni vlerë të kjo që kemi bërë, çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve videon, shpërndajeni, bëni like, share, subscribe dhe për zhvillimet e tjera do të shihemi në mbrëmje, gjithmonë me kismet. Shqyqyr që ka Zot, Shqipëria e shqiptarëve, mirë dëgjofshim.